1, 2, 3. Për shembull mos dali burri të punojë dhe unë shumë thjesht edhe në shtëpi të kujdesem për fëmijët dhe të më vjen para vetë në shtëpi. Përse të mos dali edhe gruaja edhe burri të punojnë dhe shumë mirë të rritet fëmia dhe me kushte edhe më të mira. E pse të lodhem unë punë ndërkohë që mund të rri në shtëpi për shtat për qefe? Kjo pikturë simbolizon fuqisimin e grave dhe thyrjen e barierave gjinore. Nuk e di, nana, unë për viti nuk besoj gjon Karinia. Si jeni dakord ju parë me këtë pjesën e rinisë shqiptare sot? Jo. Asnjë tro. Do të kishte qenë shumë më mirë, po mos kishte shpef emigracioni. Emigrimi ka shkatërruar fshatin. I thon popullit arte pa kujtumja. Unë me vëllezër plot, me djem, me nipa, me sërnipa, sot kam ngel vetën, nuk e besoj se do rri vetën unë. Dita ditës, po shikojmë se si njerëzit po largohen nga velindja e tyre në kërkim të një të ardhmëje më të mirë. Por ndërsa po ndikim rrugët e botës, apo lëm pas festarin e çmuar të vendit tonë, apo i lëm në rreth traditat, zakonet, mikpritjet dhe historitë që dikur na tonin krenar, dhe e kemi ende mundësinë t'i promovojmë dhe t'i ruajmë ato. Dhe pas një periudhe rreth 7 vjeçare në emigrim, vendosa që të rikthehem. Dhe duke qenë që kishim bërë dhe investime këtu, duke rekonstruktuar shtëpinë e vjetër gjyshit, dhe këtë vendosa ta kthehem në një kujtinë. Në pranverë kur qelin lullet, kënga në zemra t'ullet, si dy gonxhe trëndafili, jem dy motra me zan bilbili. Shpresoj që në të ardhmen do bëhem futbollisti i madh. Ne kemi shumë pasion në volejboll dhe shpresojmë që ta vazhdojmë më tej. Unë kam nisur teknologjinë në një moshë shumë të re. Në klasë të tretë unë fillova të shoh YouTube në telefonin e mamit dhe mësova të ndërtoj kompjuterat. Në klasë të katërt, prindrit e mi më ndihmuan të ndërtoj një kompjuter timin. Things fall apart and time breaks your heart. I wasn't there but I know she was a girl who showed her the world and fell out of love and you both let go. Klubi i Arteve më ka dhënë mundësinë që unë të shpreh mendimet, emocionet dhe ëndrat e mia nëpërmjet ngjyrave. Piktura më ndihmon të them gjëra të cilat nuk do t'i thoja dot aq mirë me fjalë. Punimi argjil ka të bëjë me durimin, aftësinë dhe bukurinë që arrin të shohësh në gjërat e vogla. Ëndra ime nuk është që thjesht të kem sukses në art, ëndra ime është që ajo që krijoj të mbetet, të frymëzoj dhe të prek zemrat e njerëzve. Dua që arti im të shihet si një dritar ku të tjerët mund të shohin ndjenjat e tyre dhe të ndihen të frymëzuar për të vazhduar dhe të ndjekur profesionet dhe pasionet e tyre. Till July, well, I know that you love me. You don't need to remind me. I should put it all behind me, shouldn't I?